Ministri Anagossi, as edhe njëherë nuk u bërë zë i punëtorëve në arsim dhe as njëherë nuk foli në qeveri e nuk kërkoj të debatohej për kërkesat legjitime të punëtorëve të arsimit. Kur mungon dialogu, mungon demokracia. Mungon dialogu, mungon demokracia. Duam rritje dinjitoze të pagave si të gjithë sinmanësit e rejoneve. Sapo dëgjova se Ministri Anagossi në vend që të dalë të komunikoj me ne, në vend që të lirët me kërkesat tona, pas ka vazhduar me deklaratat e saj bajate. Të nderuar pjesëmarrës, mësues profesorës. Prandaj sot kemi dalën për të protestuar dhe për të kërkuar drejtat tona që po na cënohen nga qeveria. 1. Duam nënshkrimin e kontratës kolektive. 2. Ministër, reflekto dhe fillo dialog. 3. Duam rritje dinjitoze të pagave. 4. Zbashku është zëri ynë, dëgjojeni. 5. Ministër, a e dhe ndonjë herë në qeveri për kërkesat tona. 6. Kur mungon dialogu, mungon edhe demokracia. 7. Mos na mohoni kontributet e viteve 90. Këto kontribute edhe botërisht janë të njohura nga të gjithë muslimanësit, edhe të asaj gjenerate edhe kësaj gjenerate, sepse janë kontribute dhe vitet e arta, që e kanë majtë gjallë shpresën e popullit, që e kanë majtë gjallë dhe kanë bërë arsimin dhe shkollën shqipe në Kosovë dhe njëkohësisht e kanë majtë gjallë edhe kanë bërë shtetin e Kosovës pra. Këta janë ata muslimanë pra që janë të i kërku për mos mjë mohuar këto të drejta që janë të drejta të pa tjetërsueshme. 8. Nuk lejojmë ndryshim të ligjeve në dëm të punëtorëve të arsimit. 9. Pensionistët ju arsimuan e ju po i ndëshkoni. 10. Duam përmirësim të kushteve të punës në institucionet arsimore. Dhe 11. E shenjtë është puna e mësuesit në edukimin e brezave të ri. Qëllimi i protestës ku gjendemi tani dhe ku jemi drejtuar Ministrisë të Arsimit është që dua bëjmë me dini kërkesat të cilat i kemi bashkërënditur me antarësinë tonë sindikale. 1. Duam në nënshkrimin e kontratës kolektive. Ministre, reflekto, fillo dialog. Duam rritje dinjitoze të paga. Bashkë është zëri ynë, dëgjojeni. Ministre, a e the ndonjë në qeveri ndonjë fjalë për kërkesat tona? Kur mungon dialogu, mungon demokracia. Mos na mohoni kontributin e viteve 90. Nuk lejoj ndryshimin ligjesh në dëm të punëtorëve të arsimit. Pensionistët ju arsimuan e ju po i ndashkoni. Duam përmirësimin e kushteve të punës në institucionet arsimore. E shenjtë është puna e mësuesit në edukimin e brezave. Ministre, po përsërisim për të satën herë kërkesat tona. Kur mungon dialogu, mungon demokracia. Kur mungon dialogu, mungon demokracia. Mos në mohoni kontributin e viteve 90. Nuk lejoj ndryshim ligjesh në dëm të punëtorëve të arsimit. Pensionistët ju edukuan, ju arsimuan e ju po i ndëshkoni. Ministër, a e them ndonjë fjalë në qeveri për kërkesat tona? Kur mungon dialogu, mungon edhe demokracia. Mos na mohoni kontributet e viteve 90. Nuk lejojmë ndryshimin e ligjeve në dëm të punëtorëve të arsimit. Pensionistët ju arsimuan
e ju po i ndëshkoni. Kur mungon dialogu, mungon demokracia. Mos në mohoni kontributet e viteve 90, sepse këto kontributet e viteve 90 janë kontribute të shenjta të mësimdhënësve, kanë punuar në kushte lufte, në kushte të jashtëzakonshme. Nuk lejojmë ndryshimin e ligjeve në dëm të punëtorëve të arsimit, pensionistët ju arsimuan e ju po i ndërshkoni me nga 120 euro. Duam përmirësimin e kushteve të punës në institucionet arsimore. Ne jemi këtu pas gjithë përpjekjeve me mujtë të tërë për dialog, por qeveria Kurti dhe në këtë rast dhe Ministri Anagosi kanë vazhduar me qasjen e gabuar dhe me qëndrimin deri armiqësor ndaj Zbashkut dhe sindikatave tjera. U munduan ta shuajnë Zbashkun që të heshtet zëri punëtorëve arsimor dhe të mos dëgjohen kërkesat e tyre legjitime, por Zbashku nuk shuhet dot sepse është unitet i kalitur në për vite e dekada, bazuar në respektin dhe besimin e antarësisë ndaj udhëhecëve e veprimtarëve sindikal. Ministri Anagosi as edhe njëherë nuk u bë zëri punëtorëve në arsim dhe as njëherë nuk foli në qeveri e nuk kërkoi të debatohej për kërkesat legjitime të punëtorëve të arsimit. Ajo mundua ta mohoj e zbletësoj një anshëm kontratën kolektive të arsimit dhe atëherë deklaronte se do të bisedohet për kontratën e re, por shihet se ka pasur vetëm një deklaratë mashtruese, sepse tani sa muaj i kemi drejtuar kërkesa për dialog lidhur me kontratën dhe me 2 tetor ja kemi dorëzuar dratin e ri të kontratës kolektive të arsimit, po ajo nuk do dialog e as negocim dhe të mos harroj Ministri Anagosi se duke qenë kundër kontratës re kolektive të arsimit, është kundër punëtorëve të arsimit, sepse kontrata është bazament që siguron dhe garanton të drejtat legjitime të punëtorëve arsimor dhe nuk lejon që dikush t'i shkel ato. Ata që punuan për shtetin e Kosovës, po ndeshkohen edhe në pensione, e po shpërblehen ata që pranuan masat e pushtuesit dhe i shërbyen aparatit represiv të pushtuesit. Kurti, para se të vinte në pushtet, premtonte se do të komunikoj me sindikata, se pikërisht një ditë para festës së madhe të flamurit, qeveria Kurti u ul dhe çka vendosi, me këshillat vjallëzore të ministrit Murati, unë zërë një vendim që nuk përkrahat nisme qytetare e nënshkruar nga 20.606 njerëz. Nisë që kërkon që t'na kthehet e drejta e fituar nga vetë parlamenti e dhënë dhe e respektuar në vepër deri në momentin kur kjo qeveri zori një vendim tjetër. Por ne edhe sot, edhe gjithë ditën, do t'i lutemi deputetëve të Kosovës që ta votojnë nismën tonë, që t'na kthehet e drejta, që t'kemi pensione kontributëdhënëse të merituara, e jo ata që i shërbyen pushtuesit të shpërblehen me pensione plota, e ne që jetuan varfëri, e ngujtje, e në përplasje me policinë e pushtuesit të ndeshkoheni edhe nga qeveria e Republikës Kosovës.